Në sipërfaqe kam 2 hektar e një dulym. Në prodhim dalë në fund të prillit, në fillim javën e parë të maj. Deri tani kemi shumë të mira, shumë të mbara, edhe inshallah të kemi shitjen. Bashkëpunoj me Art Kukën. Po, kjo sipas kostos duhet të dali diku te 1000 lek, dhe pastaj gradualisht bie nga pak e nga pak. E cili është tregu juaj? Tregu jonë është, neve më shumë çojmë për në Evropë, për në Ballkan, Maqedoni, Serbi. Ky është tregu. Ka domate të kuqe për treg? Po kemi këtë sera tjetër. Po kemi edhe domate për në treg. Kemi një serë tjetër që është mbill në 5 dhjetor të 2024-s. Ajo përgatitet brenda javës do të dalim në treg. Me çfarë çmimi? Po sot është 1.4, 1.5 çmimi. Me shumicë? Me shumicë, po. Kurse kjo është mbill në janar, është mbill në data 20 janar, edhe mendojmë që deri në prill, 20 prill, do të dalim në treg. Ka tregu vendas domate nga serat e zonës tuaj? Po, ka. Edhe tregu vendas, çojmë edhe për tregun vendas, sipas kërkesave që na vinë në ser. Në këto momente që flasim, është më mirë që domate juaj të shitet për tregun vendas apo për eksport? Cili ka çmimin më të lartë? Po, tregu vendas mban çmimin pak më të ulët nga eksporti, por neve sipas kërkesave që kemi kërkesa edhe për treg vendas, edhe se nuk mundet ta përballoj tregu vendas të gjithë prodhimin që kemi. Çmimi është i leverdishëm? Për momentin është i leverdishëm, po më vonë neve nuk e dim se si do vej. Po sa është arritur të ketë në treg e prodhimit të domates? Po sasia është shumë e madhe, dhe si vjetë presim një rendiment shumë të lartë, domethënë, me prodhimet që kemi. Çmimi më i lartë që ka kapur domatja sa ka qenë? Po kemi kapur dhe çmimin e lartë, kemi kapur domate italiane, i themi ne, është një kokër vogël, ceri, është shitur edhe 3 euro kilja. Po ato janë raste të ralla, domethënë. Vjetë patëm patur atë, vajti deri në 1 euro gjysmë kilja. Ka shumë sipërfaqe me domate? Po ka sipërfaqe. Ne bizotrojmë shumë nga të gjithë këtu me sipërfaqen më të madhe që kemi te ky fshat që jemi, po edhe në fshatra tjera ka sipërfaqe të mjaftueshme. Varietetet e domates janë mbjellë, janë të ndryshme për shkak që edhe dalja në treg të jetë në periudhat ndryshme? Po. Si kemi bërë zgjedhjen? Ne zgjedhjen si vjetë kemi bërë te Alamina. Kemi punuar me domate, ajo vjen vonë Boroset, po nga vjetë kemi ardhur te Alamina që dalim 20 ditë përpara se del domate të tjera. Ka domate gjatë gjithë vitit për treg? Po, gjatë gjithë vitit ka domate. Dhe klima e ka favorizuar? Po, kemi klimën e ngrohtë, edhe si vjetë ka qenë shumë, klima ka qenë në favorin tonë. Edhe mirë, deri tani domethënë inshallah të kemi çmime, domethënë të dalim, kur të dalim prodhim, kemi çmime të mira. Bëjmë nga të pesera atjene të majmë që gaje të bëjmë intervjizën atjene nga. Duket tati pari, dyti, i treti dhe i tati. Nuk u dha një numër telefoni? Jo, vajtë njerën direkt dhe gjeni kollaj gjoja. Po, kur do? Si dhe të para pasë aftotit. Dhe Alamina. Kemi edhe me Morina Group. Po këtë nuk rritë në shumë gjitha që domate? Po dhe çdo ditë, çdo orë domethënë. Ja dije nuk ka qenë kështu, po të vemi pak më andej domethënë.
Hedhin syt nga bujësia. Ja, bleda po punon. Ja, ma tani unë këto s'ma një lullë derë në skujt, po më një Po e fundi kjo është në sezon, e më ne kam janë po travash ai që cili vaj shpit vetë këtu. Unë edhe të